Bashkia e Kurbinit I rriti tarifat dhe taksat për qytetarët, por nga ana tjetër po favorizon kompani të cilat do duhet që të dëmshpërblejnë qytetarët për ndotjen që I bëjnë mjedisit. Rasti më flagrant është ai I kompanisë Antea, e cila është e vendosur në Thuman, por ndot të gjithë mjedisin dhe fermerët ankohen për dëmet që I krijon mjedisit. Ndiqeni se çfarë u bë në Këshillin Bashkiak të Kurbinit në mbledhjen e fundit. Në transportin urban të Bashkisë Kurbin dhe drejtoria e shkollës drejtohet Anteas për një sponsorizim për të marrë një shofer, një furgon për ta bërë transportin e këtyre fëmijëve. Ai e ka përcaktuar në marrëveshje, është 60.000 lekë në muaj. Për aq kohë sa është kozgjatja e shkollës. Jo, nuk do duhet që të ishte një donacion. Të duhet mbi bazën e një vlerësimi të ndikimit në mjedis, fabrika e qementos të dëmshpërblente banorët. Por këta të fundit shprehen se gjatë natës kjo fabrik heq edhe filtrat duke dëmtuar seriozisht jetën e tyre. Me sa duket, ky dëmshpërblim shkon në xhepat e gabuar dhe jo tek qytetarët.